Gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë në Shkodër kanë identifikuar disa vepra penale kundër të tjera rënditën. Me datën 8 dhjetor ka kallëzuar shtetësia ZD 53 vjeçe, banuese në Shkodër se është larguar nga banesa vajza e saj, shtetësia MD 28 vjeçe, po punohet për gjetjen e saj. Materialet i kanë kaluar prokurorisë. Në orët e para të mëngjesit në lagjen 10 Korriku ka rënë zjarr në dy automjete të parkuara në rrugë. Njëri prej tyre në pronësi të shtetasit ZK 42 vjeç, tjetri në përdorim nga shtetasit AD 50 vjeç. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit. Ndërkohë, shërbimet e policisë në Shkodër gjatë kontrolleve dhe verifikimeve në terren për evidentimin dhe goditjen e krimeve kundër mjedisit kanë evidentuar dhe goditur një rast të ndërtimit të paligjshëm. Për këtë rast, specialistët për hetimin e krimeve ndaluan shtetesin AH 50 vjeç, banues në Shkodër për veprën penale, ndërtim i paligjshëm kryer me qëllim fitimi. Ky shtetas kishte ndërtuar pa leje një kapanon në konstruksion metalik në pronën e tij në lagjen 10 Korriku me qëllim për ta përdorur për biznes. Materialet procedurale i referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Shkodër për veprime të mëtej.